5 maj, dita e dëshmorëve u përkujtua edhe në Vlorë, në varrezat e dëshmorëve të qytetit, përfaqësuesit më të lartë pushtetit lokal, por edhe atij qendror. Qytetarë të Vlorës dhe familjarë të dëshmorëve nderuan dëshmorët që dhanë jetën për liri, duke vendosur kurora me lule, ashtu si çdo vit. Për kryetarin e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, kjo ditë krahas krenarisë për ata që dhanë jetën për liri, është një ditë reflektimi për të gjithë, për të bërë punë më të mira. Mersini tha se vitin e ardhshëm 85 vjetori do t'i gjejë varrezat e dëshmorëve të reabilituara, duke lartësuar më tepër figurën e tyre. Është pa diskutim nder dhe lavdi për të gjithë brezat sakrifica e tyre. Dhe në emër të kësaj sakrifice, gjithmonë do të ketë një reflektim për atë dashurinë dhe për kushtimin ndaj adeut për të gjithë brezat. Edhe ky 84 vjetor na gjen përsëri në nderim, të bashkuar në nderim të emrave, lirisë edhe sakrificës që dëshmorët i ka dhënë adeut. Është pa diskutim një reflektim për të gjithë neve, për punët e përditshme për atë dashurinë. Vetëm duke kujtuar historinë, duke parë sa të thella janë dhënjët tona, ne do të ecim përpara. Dhe Vlora është djepi i lirisë. Vlora është djepi i historisë dhe na lind detyra që edhe t'i nderojmë ata në mënyrë dinjitoze dhe për këtë arsye Bashkia e Vlorës në fokusin e vitit që vjen do të ketë rekonstruksionin total të varrezave, duke dhënë këtij ambienti dinjitet akoma më shumë. Të paharuar qofshin. Deputeti i qarkut të Vlorës Ardit Bido, prezent në ceremoninë përkujtimore të dëshmorëve, tha se historia për ta do të mbetet gjithmonë e gdhendur me gërma të arta. Bido pohoi se edhe nga politika në nderim të dëshmorëve ka ende vend për përmirësim. Lavdi dëshmorëve të adeut, kushdo i cili ka dhënë jetën për Shqipërinë, që nga fillesat e lëvizjes tonë kombëtare, veçanërisht gjatë luftës së dytë botërore, në fakt na ka mundësuar që ne të kemi këtë adhe në të cilin punojmë, në këtë adhe në të cilin jemi të lirë, në këtë adhe në të cilin kemi mundësi ta menaxhojmë vetë si shqiptar. Dhe rrjedhimisht sakrifica e tyre në fakt është përditshmëria e jonë. Sakrifica e tyre është fakti që ne sot jemi të lirë, është fakti që sot ne mundet që të begatojmë vendin ton si të pavarur. Respekti ndaj dëshmorëve duhet tregohet në përditshmëri dhe jo vetëm në ditë të shënuara. Dhe rrjedhimisht patjetër që ka shumë për të bërë në mënyrë që këto figura të na frymëzojnë se si ne duhet veprojmë në të ardhmen, të mund t'i transmetojmë vlerat të cilët sakrifica e tyre sublime mundsoi tek fëmijët në mënyrë që të mund të mbjetoj për jetë. Krahas mesazheve të tyre në nderim të dëshmorëve dhe përjetësisë së lavdisë së tyre, edhe familjarët e tyre mendojnë se pushteti duhet të bëjë më shumë për ata të cilët lanë me gjak këtë tokë për të fituar lirinë. Pa diskutim që duhet të jetë në histori, dëshmorët janë krenaria e jonë, krenaria e komit. Ata vunë jetën e tyre në themelët e Shqipërisë së re. Mendojmë që janë të vlerësuar, po ka edhe gjëra që duhen rregulluar. Fjala vjen për shembull për varrezat duhet mirëmbahen më mirë akoma. Gjithashtu, ne si pasardhës së tyre duhet t'u respektojmë brezat, veprën e tyre. Po janë ndarë dëshmorët e adeut dhe dëshmorët e luftës nacional-qeveritare. Këta janë, të gjithë janë dëshmorë dhe kanë statusin e dëshmorit. Por, ndajmë këtos, se 28.000 janë ata që janë miratuar që në 50 në ndeja. Pastaj, kanë vajtë 56.000 tani, po këta që janë bërë mbrapa që janë dëshmorët e adeut. Ata janë dëshmorët e luftës nacional-qeveritare. E megjithatë, të gjithë janë bashkë për një qëllim. Për këtë Shqipëri. Po, janë vlerësuar, janë me status, gjithë organet që ka të vlerësuar. Megjithatë, lavdi dëshmorëve në jetëve, ata sakrifikuan, ata dhanë jetën për këto ditë që neve gëzojmë sot. Ne duhet të bëjmë atë gjë. Ti kujtojmë ata se çdo centimetër tokë e këtij vendi, e këtij adeu, e këtij kombi ka një pikë gjak. Ne nuk duhet bëjmë atë të shkelim mbi gjakun e këtyre. Do të jenë ata të pastër. Ata e bën detyrën, atë edhe detyra jonë është që ne t'i kujtojmë ata në jetëve. Të atyre që kanë rënë dhe kanë larë tokën me gjak jetojmë ne sot, edhe juve edhe neve që jemi moshatar.
Adeu ka jaj, mosha jote ku do jeju, jam shqyqy që pashtyja, se të tjerë s'kam njeri, mosh të re, ka nikur. Ja, mirë. Po të vlerësuar janë shumë. Janë të vlerësuar se humbet njeri vlerën e dëshmorit. Po edhe në politika. Vetëm na e djata nuk janë të vlerësuar. Na e majtë janë tepër të vlerësuar. Ata manet që kishin ata për një Shqipëri të lirë demokratike, se ata dëshmorë që ka rënë dëshmorë kanë qenë edhe dëshmorë me shkolla larta që kishin mbaruar perëndim. E këndoj edhe këngë ato për djemë të Jagolikun, mbaruar jashtetin në Itali, edhe ata e doni Shqipërinë të lirë, demokratike, jo me sklavëri, jo me varfëri, edhe dëshmorët për atë luftuan, që kjo të ishte një vend demokratik, Shqipëria të ishte një vend demokratik. A janë të vlerësuar nga politika sa të vërë? Po janë të vlerësuar, po ka akoma për të bërë nga politika, se po flitet jo për restaurimet, jo për mbajtjen, jo pa drita me drita, jo kështu po ashtu. Familjet e tyre? Familjet e tyre janë të interesuar, se edhe u ka dhëmbur, se dikush ka humbur djalin, dikush ka humbur vajzën, dikush ka humbur të afërmin e tia, dhe atyre u ka dhëmbur më shumë bashkë me gjithë në tjerët. Po ne tjerët, si thashun në qikë para një intervist, kemi pasur njerëzit tanë të afërt, edhe në dhëmpe dhe neve, dhe mbi kockat e atyre, po ndërtohet kjo Shqipëri. 5 maj krahas një dite në nderim të dëshmorëve të Adheut, duhet të shërbej edhe si një ditë reflektimi për politikën, për të bërë sa më shumë, si të majtë e të djathtë për ata që dhanë jetën për liri, pasi shumë është folur për dëshmorët e Adheut, por shumë pak është bërë për ta, duke u kujtuar vetëm në ditë të veçanta të vitit, kur flitet dhe jepen premtime.